كريم قد أطل صباحه إن الجهاد مجاميع الإيمان شهر كريم قد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falëndërimi takon Allahut, mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Allah është përbleft të hoxhën besnikun. Më ka rënë me taku edhe me njoft pak, po për mua është një model që duhet me pas gjithë secili që menon me më bë talebe me kërku dituri. Veç Allah inshallah që në bereqet në këtë rrugë sinqeritet edhe mos më lodh se me të gjitha drejtat njerëzit që japin mund e kanë hakun me fol. Pa i shit modestia sikur gjë tjetër, sikur që po përmend edhe më herët. Allah është problem vllazni që e ne bën sebeb për këtë iftar. Allah inshallah ja llogarit të veprat e mira në ditën e Kiametit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ja yuhan nasu at'imu at'am. O njerëz, shpërndani, jepni ushqim. O njerëz, kur vjen në hadith ose edhe në jetë, mas parë janë për qëllim muslimanët. E thonë njerëz e o musliman është njëjtë. Se njerëz tamam veç muslimanët janë. O ju njerëz, o ju musliman, at'imu at'am, jep ju njerëzve ushqim. Ushqimi, dhënia njerëzve ushqim, i ka edhe i ka pas gjithmonë dy elemente kryesore. Një element ka qenë ngopja e muslimanëve, edhe elementi i dytë ka qenë tubimi i muslimanëve. Nëse her pas here elementi i parë bjen, për shkak se me kur shtohen të mirat në ummet, njerëzit edhe nuk kanë nevojë për ushqime. Se secili ka ushqimet e veta edhe më të mira, ndoshta se aty ku të bëhen me musliman. Po elementi i dytë i ushqimit nuk bjen kurrë. Edhe është me dhënë në rast muslimanëve me u tubu. Kur të buhen muslimanët, duket në çështje e thjesht, ama në thellësinë e vet është shumë e madhe. Prej shkaqeve që Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë namazit me xhamat vlerën 24 herë, në transmetimin tjetër 27 herë më shumë se sa namazi që falet vetëm, ajo është i njëjti namaz, me çato recate. Edhe ai që falet vetëm mund me lexu Kur'an edhe më shumë se sa kur lexohet në xhami. Por një prej elementeve që e bën kaq të vlefshëm namazin është tubimi, bashkimi i muslimanëve. Në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në një vend ku janë dy musliman e nuk falen bashk, drejt që ju ka hije veç. Pse nuk bëhen muslimanët bashk? Pse nuk takohen muslimanët? Pse s'bën 10, 20, 30, 40, 50? Kur të bëhen muslimanët njifen, kur njifen edhe me hallet e veta, me hallet e njëri tjetrit. Kur takohen, japin edhe ide dhe mundësi se çka ka mundësi me bën diçka të hajrit në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe pa diskutim se xhamati është prej madhështisë së ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Xhamati është prej madhështisë që e ka ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur takohen njerëzit, mësojnë edhe çështje të fesë. Se na jemi takuar për një iftar, ama i ngum disa këshilla që si kishe takuar me hangër çat iftarin tën në shtëpi. As nuk i kishe marrë çato këshilla me bashkue në cilin do iftar më të shtrenjtin që ka mundësi me bë dikush. Kjo është 100 fish, pa numër, jo me numër me thonë vlerë. Është më e nalt se sa një iftar i zakonshëm.
automatikisht bën pjesë të hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thot nuk të buhen muslimanët me një shtëpi prej shtëpive të Allahu subhanahu wa taala me përmend Allahun. Pse mi të buna? Si me të bu me bë qef, as si me të bu me bë haram, as si me të bu për çështje dunjos. Kur gjë hiç. Ata që e kanë bë iftarin prej qysh moti, e kanë bë me niyet me të bu muslimanët edhe që aty mu fol diçka prej fjalëve Allahut e fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk është kështu, kemi fol qysh moti me vllazni që e kanë organizuar këtë. Edhe të tjerë, nuk është vetëm për çet rast. Nëse e shifnin Medinë, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët krejt kanë bë hujum, më konë sa më afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me shtëpia. Më konë sa më afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me xhami, më taku sa më shpesh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Na pejgamber s'kena më. Ka marrë fund. Ama njerëzit të cilët kanë dituri të saktë janë trashëgimtarë të pejgamberëve. Shpijen me mujt me shkuë me marrue nga të hoxhës. Veç me shkuë me pas ngat. Për veti, për familje, për fëmijë, për namaz, për një pyetje, për shkat do. A di që me pas një njëri që ua shpjegon fejen, a di që falësimi o, për të si ki gale hiq, veç që thua, qysh bëhat që kjo? Që kaq? Tash paramenon e subhanallah neve tash në pak që lexojnë në ashtë ose këna lezu pak më shumë stil. Me pas na pejgamberi sa më këtu. A ish me mërzit për nëjse? Hiç ish me mërzit. Hiç. Veç aje din që shbohet edhe na kishme shku për mas. Tash vllaznit xhamatet pejgamber s'kena mo. A keni një hoq, po veç vetme edhe hecni. Veç lypni edhe hecni se aje më kallzon udhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse i shifni njerëzit të cilët kanë ardhur në Medinë e që nuk kanë jetuar në Medinë, kanë pas sjellje jo të mirë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pse kanë pas sjellje jo të mirë? Se si më tubu. Çka kaq? Ka ardhur pikatun e ta çet të shtëpia, "O Muhammed!" Po që shtirët me pejgamberin e Allahut kështu këtë mirë, "O Muhammed, më shku të shtëpia me." Sahabët që në takuan me zveti, kur nuk kanë bo gabime me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se e kanë mësue, çish e kanë mësue? Wallahi kanë mësue të taku Allah, se kanë mësue ndryshe, se sahabëve vahi s'u ka ardhur, ata kanë shkuar kanë mësue te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Takuash një herë në iftar, takuash një herë në syfyre, takuash një herë në taravije, takuash një herë në derse, takuash një herë në xhamat, aty, të ushtu takime, të rrit niveli i jot i edukatës fetare. Tur shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam madje kanë përmend një pjesë e madhe komentatorëve kur as pyetje si kanë bërë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çaq kanë qenë të edukum. Saqë sahabiu thotë na i na gëzua kur vishin hallki që se kanë pas fort dert se ata pyetën që shuga tek tani na ngëshmi çka po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse kanë bërë këto? Për nivelet të lartë të edukatës që kanë fituar to net me musliman. Atëre përgatitja organizimi i një iftarit kontribon në qëtë pikë, që niveli i muslimanëve, niveli i deturisë, se me një iftar të paktën 78 hadithe i nin, të paktën 78 ajete i nin të spjegume, jo veç që i lexon, të spjegume. Qysh ka thonë hadithi, qysh kanë thonë komentatorët e hadithit, qysh është ajeti, qysh kanë thonë komentatorët e ajetit. Ja ju nas o njerëz jepni ushqim. Kur ushqimit, dhënies së ushqimit nuk i humbet vlera. Edhe më kon krejt muslimanët multimiliardera, më ju dhon ushqim, apet e ka vlerën në shpërbimin e vet. Hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon që kush e ushqen agjëruesit ka shpërbimin sikur që e kanë ata që kanë agjëruar, pa ju paksuar atë ushqimi, shpërblimi. Pastaj Allah subhanahu wa taala sjell një tregim në Kur'an për shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që kanë dhënë ushqim mushrikëve krejt, qafira krejt, robëve që i kanë zonë, kundërshtar, që kanë luftuar deri dje me ta, i kanë zonë robë, i kanë që ushqim. Innama nut'imukum liwajhillah. Na i japim ushqim veç për hir të Allahut. Po muslimanëve që i organizojmë ushqim. Nëse njerëzit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë pas shpërblim, dhe Allah subhanahu wa taala i ka përmend Kur'an se kanë shpërblim që i kanë dhënë ushqim kundërshtarëve që i kanë luftuar. Atyre që i kanë zonë në robë duke luftu kundër atyre, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan
wala shukura, nuk dojmë as më na falënderu, as më na shpërbly as kërgjë, veç për hir të Allahut subhanahu wa taala. Nëse u kon me ata, cili është shpërblimi e atyre të cilët bëhen shkak sebeb që e bëjnë një tubim edhe një ushqim për ata të cilët dëshmojnë se nuk meriton madhëru kërkush përveç Allahut subhanahu wa taala, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ai cilin ne duhet me pasu, se për kështu e ka thënë Allahu subhanahu wa taala te na pejgamber. Për ta Allahu subhanahu wa taala i shpërbleft juve, shpërbleft hoxhën besnikun e gjithëve. Inshallah Allahu u llogarit të veprat e mira e ju bën sebeb për veprat të mira të tjera. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.